طالب العلم خذ من نظمي الدرر واسمع لنصحي وانقل عني الخبر ما دمت تطلب هذا العلم مجتهدا فاخشع ولا تك كالغاوين مفتخرا. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. Vllazërit të nderuar, jemi tek libri Tauhidi, Kitabu Tauhidi Sheh Fauzanit, hafidhahullahu taala. Në dersin e kaluar kemi folur për rukjet, ndërsa sonte me lenin Allah subhanahu wa taala do të flasim për betimet, çka janë betimet dhe çka është tevessuli. Tevessuli është një mjet për me arritur tek Allahu subhanahu wa taala, një lloj ndërmjetësimi apo dhe cilat lloje të ndërmjetësimit lejohen, do ta trajtojmë shkurtimisht me lenin Allah subhanahu wa taala. Betimi në dikë tjetër përpos Allahut azza wa jall është kufër apo është shirk. Mirë po më varet se çfarë betimi. Ka raste kur mund të jetë kufër i vogël, që nuk të nxjerr nga feja, apo shirk i vogël, që ka thënë Muhamedi alayhi salatu wassalam, men halafa bi ghayri Allah faqad ashrak aw kafar, thot kush betohet në diçka tjetër pos Allahut, ka bë kufër apo ka bë shirk. Nuk e ka potencu Muhamedi alayhi salatu wassalam i madh apo i vogël, por se ka thonë ka bë kufër ose shirk. Dietarët e kanë komentu edhe kanë thonë, kushdo që thot pasha babën, pasha nonën, pasha kryt e djalit, dhe nuk e ka për qëllim me madhëru fëmijën e vet dhe me krahasu krijesën si krijuesin, atëherë në këtë rast ky ka bë kufër të vogël apo shirk të vogël që nuk nxjerr nga feja, dhe domethënë nuk nxjerr nga feja në krahasim me atë person i cili betohet në varre dhe krahason sikur Allahun. Atë në këtë rast ky del fesë. Edhe pse po betohet, betim është, ky betim është. Mirë, po nëse krijesën e bën sikur Allahun, atëherë ky person ka bërë shirk të madh dhe del pi fesë Allahut subhanahu wa taala. Mirë po, te na shumë është i përhapur, apo pasha kryt e djalit, pasha babën, pasha nonën, pasha eshnat, më vort filonit apo ku e diune, krejt këto janë kufër i vogël që nuk nxjerr nga feja e Allahut subhanahu wa taala, mirë po është prej gjunave të mëdha, dhe është post në drejtim të kufrit të madh. Andaj duhet me pas kujdes dhe duhet me mësu, mi letin, mi tregu që kjo mund të më bëjë sebeb që ti me shku në xhenemin e Allahut subhanahu wa taala, jo për gjithmonë, por se me një xhenem derisa do thotë ta jep llogaritë tek Allahu subhanahu wa taala. Thot pejgamberi alayhi salatu wasalam, ai që betohet në diçka tjetër pos Allahu subhanahu wa taala, ai ka mohuar thot ose ka bërë shirk. Ky është shirk i vogël përveç nëse është betuar siç tham dhe e krahason krijuesin me krijesën, këtë rast del nga feja e Allahut subhanahu wa taala. Po ashtu, një rregull tjetër është edhe mos mu betu shpesh vllazni. Ka ajet kuranor ku Allahu na tregon që kjo nuk është cilësi e besimtarëve. Vallahi, pasha Allahin. Na musliman jemi, na i besojmë njëri tjetrit. Nuk kemi nevojë për çdo sen mu betu. Kur vjen puna me dhon dëshmi, qoftë në gjykat apo dikon, betohesh në Allahun subhanahu wa taala. Ama jo ti çdo mall që e shet, vallahi, billahi, vallahi, tallahi. Jo, s'ki nevojë. Se kjo është betimi i munafikut, që tën kohën ka, domethënë, dyshimin vetveten e tij se dikush ai beson apo nuk i beson. Shto kjo çështje. Bile thot Allahu subhanahu wa taala, mos e respekto thot ato që betohet dhe është i poshtër. Para mëno ato që betohet thot. Në aspekt që betohet shpesh. Tan kohën betim. Po ashtu Allah subhanahu wa taala ka thonë ruani betimet tuaja. Sepse është rrezikshme. Nëse ti betohesh edhe nuk e çon në vend, është rrezikshme kjo gjë. Bile nëse betohesh edhe nuk e çon në vend, ti mas pak ti duhet me agjëru 3 ditë. Mas pak ti kategori është e fundit është që çfarë me liru një robe me ushqy apo me domethënë robër, ose në fund do thot 3 ditë me agjëru për me shlyer betimin që e ki bo. Na si kushte brëndësieq. Vallahi, billahi, pasha Allah, një që kemi gale. Po ashtu thot pejgamberi alayhi salatu wassalam, 3 personave Allahu subhanahu wa taala nuk kam ju fol në ditën e gjykimit. 3 personave nuk kam ju fol. Dhe çfarë thot? Thot nuk blen, domethënë ai që ka pasuri nuk blen as nuk shet për vetë se duke u betuar në të. Para më no.
Njeriu që bën tregti, edhe tankon që betohet në mallin e tij, Allah subhanahu wa taala nuk ka më shikun ditën e gjykimit. Ç'është e rrezikshme. Betimi, si thash, ka rëndësi dhe normalisht kur të vjen puna, për shembull, çështjet e gjykatës ta zon burri me gruan. Burri e ka pa gruan e vet të bozina, gruaja burrin e vet, apo çështjet e vjedhjes, çështjet e shpifjes ndaj njerëzve, atëherë betohesh. Ma jo çdo sen ti një dytën veç tankon mu betu aty, vallahi billahi. Nga kjo mund të përfundojmë ndalimi i betimit përveç se në Allahun subhanahu wa taala, sikur se janë për shembull betimi në besnikrin, çabën Muhamedit alayhis salam e kështu me radhë. Nuk lejohet as mu betu në Muhamedit alayhis salam. Nuk lejohet mu betu as në çabe, po në Zotin e çabës. Pasha Zotin e çabës, me thonë. E jo pasha çabën, s'lejohet, me thonë. Bile nëse menon në kopertinat e Kuranit, nuk lejohet as në ato mu betu. Se ato janë kopertina që kanë bërë njerëzit. Pasha fjalën e Allahut po, në rregullimi. Ama në kopertina, nëse mendon çish është Kurani si libër, s'lejohet mu betu. Përveç nëse kush thot dikush pasha Kur'anin e ka për qëllim fjalët e Allahut, atëherë dallon çështja. Ndalimi i betimit të rrejshëm në Allahun. Dhe thot ky betim i rrejshëm quhet edhe el yemin el ghamus, ndalimi i betimit të tepërt, siç tham, lejimi i betimit në Allah subhanahu wa taala duke qenë i sinqert kur ka nevojë. Një ndër mëkatet e mëdha po ashtu është edhe me dëshmu rrejshëm. Se Muhamedi alayhis salam çfarë ka thënë kur i ka përmend 3 mëkate, ka thonë shirku, mos respektimi i prindërve, edhe e treta çfarë ka thonë? Dëshmia e rrejshme. Dëshmia e rrejshme. Paramendo subhanallahu ti pe din kush e ka vra filonin, edhe po qohësh, edhe po dëshmon për një person tjetër, edhe po thu ky e ka vra. Ti pja shkatron jetën, pja shkatron familjen. A din çka do më thoni kjo? Për atë arsye edhe kebair është prej mëkateve të mëdha, mu qu edhe me dëshmu rrejshëm për dikon. Bëhet plani, filonin e ka vra filoni, qysh, tek, anej, këni, për atë arsye kini kujdes prej lajmeve. Për të një rastin që o bën Kaçanik, plot pista po dalin, o vllaznita, a peshini. Na nuk po dim, prap nuk po gjukojmë, nuk po dim, ama plot pista po dalin. A vetëm ne me disa vëllezër që kanë mendime ekstremiste nuk pajtojmë këtë dim. Neve na njohim, këtë njohim xhamatlit, as për ata nuk po gjukoj, po flasim në mënyrën e përgjithshme na kundër ekstremizmit. Kemi me fol, tankohen, jemi kundër ekstremizmit. Mirë po, mu qut dikush tjetër me myt. Edhe mi janë vish një personit, po qoft edhe nëse dikush është ekstremist, kjo është padrejtësi. Allah subhanahu wa taala thot, mos t'ju shtiu rrejtja ndaj një populli që të bonit padrejt. Edhe nëse ti me një grup caktuar, apo me një person caktuar, ki fesate, ki fitne, apo ku e dione ideologjike, grupore, mu qu, njërë pa drejti, e pastaj si shkak i asoj, mu qu disa gogol, apo s'po di çka më ju thonë, me dal, me shajt islamin, në bas një vepre caktuar, me shfrytzu rastin, po kom po do ti me sulmu? Po do me sulmu dinin Allah të zogjel? Po do me sulmu një fetë Allah subhanahu wa taala që i ka bu bol këtë perandorive, prej faraonit e prej kretve, ju ka bu bol, ti po do me sulmu me gazetën toda? Po ti e sulmuan vetë-vetën e. Ti vetë-vetën e sulmuan. Andaj mos vini prej e disa, çdo herë po e potencoj, disa gazetarëve që i bëjnë lojmet për klikime, çdo se del tipi, thot, ju pi ushtroni për terrorizëm, pi edukoni nëse i thoni fëmijës mos me festu vitin e ri, pa ai çmendëm me ti, ai interesiti mirë. Ai interesi mirë ti. A është kjo liri e shprehjes? A ki demokracin? Jo, tash pi pengon demokracia, që kjo problemi. Se pishone do analista, dolin, tash po thot, problem se kjo demokracia pja u lejon në Evropë. Kemi folna me autoritetet zvisërane, ju kemi thonë që shqiptar tani këni, pa të megjim, jam pedin se s'ka të ekstremizëm, kur gjo, për mësën fe. Ti piktuj, po do mi tregu ati, apo? Thuj komunist jam.
Thuj komunist jam. Thuj unë po duam u kon sikur gim. Ta marrim vesh kush je. Mos më përzitim u demokraci. Se demokracia ta lejon ty praktikimin e fesë. Kështu në Kushtetutën e Kosovës e ki manifestimin publik të fesë. Manifestimi publik i fesë që kjo është? Manifestimi publik i fesë është mu fal. Manifestimi publik i fesë është shamia. Që kjo është manifestimi publik. E nëse do në me shku të aja atje në kin, atëre kalzona. Kalzona, ose të baba Enver që ju konë për para, po do një mu këthy në qatë sistem, atër ta dim kush jemi. Këtë gojnë demokracia, demokracinë ati kur e kanë. A demokracinë e kanë veç për çështjen e tyne. Kur vjen për islamin nuk e kanë demokracinë. Mirë po kini kujdes. Në për komente. Se unë pisho do vllazni, po shpërthejnë, po shohën, po kërcnojnë. Pse për ju jepni argumente aty në vllazni? Ata plasin kur ju shohin çdo juve. Që kjo është goditja më e madhe ndaj anti-islamistave ku t'ju shohin juve, familjet e juve që keni fillu me praktiku islamin. Që kjo është goditja më e madhe. Me mençuri, me maturi. Që kjo është plasje për ta. Mos ja epat komoditet, ai me të godit me një koment, me thonë që ekstremistat. Ajo kemi thonë që ta janë. Ja. Edhe nëse padrejtisht dikush akuzot na prap kemi me fol kundër ekstremizmit. Kemi me dal edhe kur ti flet kundër ekstremizmit, vllazni, kur ju flisni kundër ekstremizmit, anti-islamistave ja u prishni matematikat. S'kan ku mu kap. Nëse ti shun, atër kjo i bjerë në pamjen e jashtme si lloj miratimi. Ata i bjerë që ti s'po flet, apo edhe ky me ta është, edhe ky është me atë, jo, na flasin, kemi me fol. Kush do qufë që e kam bo, kemi me folna. Edhe kemi me thonë që nuk lejohet. Sepse na edhe me një video të maherët e potencova dhe thash, ka për vllaznive që i keq komentojnë hadithet. Ka thënë Muhamedi a.s. Kur ta shihni një të keqe, thot hekne me dorë, apo? Hekne me dorë. Fe in lem yastati', nëse nuk mundeni, thot me gjuhë, nëse s'mundeni, me zemër. Kjo është më e dobta. Hajde tash ti e shen në rrugë për shembull një person vjedh, edhe Allah në Kur'an ka thonë vjedhësit dhe vjedhësës preja dorën. Tash më shku me ja prej dorën ati. Peshe të bo zina me një mal, me një park të saktuar, a ki me shku me ekzekutu ju? Së është ai, nuk është punë e jotja, vëllaja. A e punë e shtetit është. Po s'ka shtet shiri ati ku kry puna. Me gjuhë. Ma më zbën zina se haram e ki, o vëllah. Ma se ki mu dënu të Allah. Qëto a pe bëjmë na kretë vëllazni? A kemi problem me shtet që përbim qëto, që për i flasim qëto? Shfrytëzaj, Allah. Shfrytëzaj qëto senet. Shfrytëzaj qëto. Qëtë momentum shfrytëzaje, mi vetëdisu popullin tënë. Mi thonë kjo është haram, kjo është shirë, kjo kufër, kjo kështu, kjo ashtu. E pastaj të ekzekutimi dënimit së është puna jote. Bile, subhanallah, duke e këqyrë që kjo ekzekutimi me marë ligjin në dorë, si duket ka arë prej kanunit lek dugagjinit. Sa ata kanë pas qështut? Të shqiptarë ta kanë pas. E kanë marrë ligjin dorë. Njoni e ka vra filonin, për shembull, u që kretë shpia, për shkak një filonit, kretë shpia u dosht, më bloku, edhe kanë shku e kanë vra djalin e vetë, vllajin e vetë, pëse me vla, qyshe vra tjaj? Se cili e përgjësi për vetën e vetë. Gjaku për gjakun, që jënë do pasazhe të kanunit. Një vepër i një antarit familjes mund të sjellë ndëshkim për të gjithë familjen, si në rastin e gjakmarrjes ose ndëshkimeve për nderin. Shumë raste zgjidhen me vetë gjyqësi, pa gjykat të organizuar. Përjashtimi nga fisje kështu, domethënë këto gjëra siç po shihet kanë rrjedh prej kanunit lek dugagjinit. Unë pe vras një person. Që ka foj vllai jem, vlla? Që ka foj fëmija jem? Unë jam i prisht, fëmija jem është besimtar. Pse po ma vret ti fëmin tam? Vroj mu. S'ka foj e. Këto kanë rrjedh për i kanut lek dugagjinit. E ti si musliman, që thu mos gjykimi me liq të Allahut është kufër i madh që të nxjerrë pi fesë, që to e ki marrë pi lekës. Këtynve që shto du të mjë kallëzu, që i kanë këto bindje. Mi thonë, ti kafir po bosh, si pas bindjeve tua, se pi lekës që kjo është. Pi kanunin të lek dugagjinit me marë ligjin dorë edhe me shku me vra një person. Islami se bën kështu. Islami nuk e bën.
Islami ka gjykata. Islami ka institucione. S'ka gjykata, s'ka institucione, u kry punën. Bjerë, përgjithësia bjerë, edhe nuk ki përgjithësi tek Allahu subhanahu wa taala, çka do të bëjnë institucionet e saqme puna atyre, ti s'ki përgjithësi tek Allahu e kërkon hakun, edhe kryet puna. Që kjo është feja jonë. Edhe nuk ka asnjë problem. Tani do të dalim tek tevessuli. Çka është tevessuli? Tevessul apo afrim është orvatje mju afru Allahut subhanahu wa taala me një mjet, vesile. Me një mjet. Që ky mjeti, çka mundet më konë? Sufit kanë thonë që kjo vesile që është përmend ja ledina amenu tekullaha wabthagu ilayhi alwasilata. Çka ka thonë Allahu xhe, o që keni besuar thot, kërkoni thot afrim vesile tek ai. Ç't vesilen sufit kur e kanë marrë ç't fjalën vesile kanë thonë evliat janë. Varret janë. Sepse Allah po thot mi afru Allahut nëpërmjet një mjeti, apo? E ç't vesile kanë thonë është varri. Hajde u argumentojmë një ajet. Edhe i kanë mashtru njerëzit, apo? Me por na do t'i trajtojmë vesilet e lejuara dhe vesilet e ndaluara. Të lejuara ato që kanë bazë në Kur'anin edhe në sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. E para është afrimi lejuar është me emrat dhe cilësitë e Allahut subhanahu wa taala. Për shembull je i smut thush ja Shafi o shërues, apo? E lutë Allahun subhanahu wa ta'ala. Walillahi al-asma'ul husna fad'uhu biha. Allahu i ka emra dhe cilësitë e tij, apo? Kërkoni lutje, bëni lutje nëpërmjet tyre. Me cilësitë e Allahut, me emrat e Allahut. Që kjo është vesile, mjet, sebeb, po. Atëherë lutni Allahun subhanahu wa ta'ala nëpërmjet çtynve emrave dhe cilësive të Allahut subhanahu wa ta'ala. E dyta thot i lutesh Allahut subhanahu wa ta'ala me besimin tënd, tauhidin që e ki, sakt, edhe me veprat e tua. Thot veprat e mira që i ka bërë dhe që kërkon ndërmjetësim. Cilat janë veprat e mira në hadithet e pejgamberit alayhis salam që janë potencuar? Është rasti atyre 3 personave kur u futën në shpellë, apo? Çka kanë bu dua? Ja Rab, nëse unë qëto e kumë bo për ty, ma mundësoj ja Rab, na mundësoj ja Rab që dalim nga shpella. Njoni që ka thonë? Hajde një hadithin, paka shumë. Hajde, njoni që ka thonë? Njoni për prind që ka budolë. Për prind, do më thonë prind ushqimin, e ka marrë ushqimin, ka desht mija që prindve, prind, dejnë më në gjithë ka prit. Apo, edhe, nëse unë e qëto ja Rab e kumë bo, derin sa ba kumë nejtë. Një qumë shte ka marrë, një ushqim, edhe ka prit, se ka prish, subhanallah, gjumin, fëmija të kojt nënën tjetër. Ndërsa, fëmizve që ka dhonë, prindve det, nuk ja ka prish gjumi, denë më në gjithë. Nëse, ja Rab, që të e kumë bo për shkak teje? Ja Rab, më nësona le qilet shpella këtu. E dyta? Haku punëtore që ka pajë. Haku punëtorët. Haki punëtorët qka? Karë punëtori ka punu dhe ka ikë. Se ka marrë hakun. Karët mas një kohë. Ka thonë që atë hakun e bedubre, thotë që kjo krejt është e jotja. Allahu Akbar. Shamo nëse ka pas, po e zonë, 500 euro nëse ka pas rrugën, që atë 500 euro që e ka shtinë funksionaj, edhe ka fitu sa vjeta 20 e di, krejt që ka fitu me që atë 500 euro që është shumëzu, ka thonë që kjo është e jotja krejt. Nëse qëto jarap e këmë bo për shkak teje, na mund sa jarap dalim qilit edhe pak. Qilit edhe pak, mirë por nuk qilit deri në atë mos që me dalë ata. Edhe e treta, Femne që kanë po jetë sa Allah. kushoj e femna? Kusherinja, ha. Ka pas një kusherinje njoni, edhe u dashunu në kusherinjën e vetë. Ka qene e moralshme njo, e dyta ka qene varfër. Edhe i afrohet për me bo zina. Me kusherinjën e vetë. Thot ki frikë Allahun, mos ma prish qiknin, virgjërin. Edhe nalet. Thot ja Arab, nëse qëto e kumë bo për shkak teje, na mundëso thot që dalim qilet edhe dalim prej shpellës. S'kan. Këto jenë vetëm shembuj, na mujmë me marrë dhe shembuj tjerë që i kemi bo gjatë jetës nëse kemi bo një vepër të mirë. Ja Arab e kumë pa një fukara, ka qenë shumë mirë, e kumë ndihmu për hirë tondin. Ja Arab, nëse që të vepër e kumë bo për hirë tondin, mundësoma ja Arab, pranoma që doan, që ti kur jenë në zërë,
me një zër të caktuar. Lejohet me bë dua te Allahu nëpërmjet veprave tua që i ke bë për hir të Allahut subhanahu wa taala. Po ashtu thot afrimi tek Allahu subhanahu wa taala me tauhidin, sikur Yunusi alayhi salam. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntum min adh-dhalimin. Çka bo Yunusi? Yunusi kur e hongri balena, peshku i madh, ç'a mi thon? Asaj brenda në barkun e balenës e bënte këtë dhikr. Ky dhikr është çfarë? Dhikr tauhidi. La ilaha illa ant. Nuk ka të adhuruar përveç teje. Inni kuntum, unë me të vërtet isha prej zullumqarve. Edhe ç'kjo fjalë që bënte Yunusi a.s. u bë që Allah subhanahu wa taala me e hek dhe me shpëtu prej balenës apo prej, do thot, barkut të balenës. Tjetra, afrimi i Allahut subhanahu wa taala nëpërmjet paraqitjes së dobësisë, nevojës dhe varfërisë. Kush e bën? Cili pejgamber? Ejubi a.s. Ejubi a.s. ishte i smut, shumë vite, mbi 10 vite, 3-14. Shumë. Na jemi 2-3 javë smut edhe na çet për tokën një grip. Para mendon me vite ka qenë, me vite. Edhe çfarë thot mua vërtet më ka goditur dëmi kurse ti je mshuruesi më i madh. Nëpërmjet dobësisë tonde, varfërisë tonde, ja rab mshira, ja rab falem. Se të varfërit vllazni 500 vjet kanë me shku në xhennet para të pasurve. Se kanë sprov të varfërit. I varfëri ka sprov. Ndërsa i pasuri, këtë senet i ka. E ka më të letë çështën. Mirë për nëherë mos harroni se sprova nëherë më shumë është në pasunisë në varfëri. Se ki atë shumë, edhe të kërkohet nuk jep, sprovohesh. Nësa i varfëri s'ka. Që ato qka e ka dhe u kry puna. Para të arsye nëherë, sprovohet njëri më shumë kur është në pasurisë sa në varfëri. Po ashtu afrimi tek Allah subhanahu wa taala me lutjen e robërve të mirë. Dhe më thonë, e sheni vëlla musliman, është i devotshëm, a lejohet mi thonë, bën dua për mua, apo bën dua në mënyrë të përgjithshme, ka dallim. Të dyat lejohen. Mirë po, ma mirë është vetë me bë dua. Për vetën tënde. Po a lejohet për shembull me shku te një person e me thonë, bën dua tek Allah me lshushi Allahu azza wa jall. Po, e she që është më i devotshëm. Lejohet. Dhe çfarë? Në kohën e Muhamedit a.s. sahabët kanë shku te Muhamedi a.s. dhe i ka thonë, ja Resulallah, bën dua shimin, ara kur ka pas tatësi. Dini rastin kur ka qenë në hutbe Muhamedi a.s. Tu majt hutbe hini një person, tha, ja Resulallah, u shkatrum. Tatësi e madhe, boni dua. Këtu është një argument në nxirët, që mes xhamatit dhe imamit lejohet me fol gjatë hutbes. Mes xhamatit s'lejohet me fol. Edhe njëherë, mes xhamatit dhe imamit për rastet të caktuara lejohet me fol. Nuk hin tek hadithi që e hub shpërblimin e xhumos. Mes xhamatit as hesht s'lejohet mi thon. A lejohet mi thon veç me gisht pa thon hesht? Po. Pa fol me gojë. Lejohet, Shekh Meshuri thot, e krahason, bën qiyas me çështjen e namazit, kur të vjen dikush në xhami edhe të jep selam ti e ngrit dorën. A ka hadith që e ngrit dorën? Po. E me ç't krahasem thot, nuk i thuhesh se ka vllazni që fillojnë me fal namazin e xhumos në fillim, nuk i din këto dispozita, edhe ja nisë fol midis xhumos. O habibi, çka ke çysh ke çka mesele? Tash ti kur si flet thosh ka komën, shka kimër me mua që s'po më flet. Ka pas raste që shtu. Shka mi thonë ati? Atër veç ja bën kështu. Veç tap gishtin edhe më s'fal. E mande jas sharon. Po kjo është problemi hoxhallarëve, që hoxhallarët si mësajnë. Në për hutbe du të mju kallëzu, që s'bën me fol, apo? Si që thamë, në kohën e pejgamberit alayhis salam, erdhi një person dhe tha, ja Resulallah, fatësi e madhe. Tha, bën dua, Muhamedi s.a.s. i ngriti durt, sa që ju panë edhe, dhe më thonë s'qetullat. Edhe i ngriti durt, shkoj shumë pak kohë veç rrejt fillun me ardhë edhe rashiu. Aqë shumë rashi, sa që javën tjetër i njëjit i erdhë, i tha, ja Resulallah, o bën dua në lezhivin se marum.
Atër Muhamedi s.a.s. boni dua për rreth nesh, boni dua, jo mbi ne, po për rreth nesh, që mos më na dëmtu në për, si të themi, në për qytetin ton, po ta kemi për rreth nesh. E mirë, kur ka vdek Muhamedi a.s. sahabët te kush kanë shku për me bo tawassul? Kjo është tawassul. Kjo është tawassul. Vesile. Te xhaxhoi Muhamedit a.s. kanë shku. Shtrohet pyetja pse? Sepse nuk lejohet më kur të vdes me shku te Muhamedi a.s. E juve sufive dervishve më thon, pse po shkoni te varri i pejgamberit s.a.s. po luteni? Pse? Muhamedi a.s. ka vdek. Sahabët po shkojnë te xhaxhoi Muhamedit a.s. po thënë lutë Allahun. Sikur të kishte me qenë lejuar, a kishin shku te varri, që aty e kanë pas. Shko te varri dhe thu, ja Resulallah, bën dua se u shkatrum. Bën dua sepse armiqt i kemi përpara. Se ka bon këta. E ti me çfarë argumenti po shkon te varri edhe po lutesh te Muhamedi alayhis salam? Do më thonë të lejohet me shku tek një njeri i gjallë, nëse besoni që është i devotshëm, me thonë, lutë Allahun subhanahu wa taala që me na rregullu gjendjen e muslimanëve, lutë Allahun subhanahu wa taala që me sjell shi, apo bëu imam, dilna imam, mbledhe xhamatin, ta falim një namaz salatul istisqa, namaz të shiut. Namazi shiut vllazni falet, mlidhet xhamati edhe kecili apo ç'a më thon, më thon një këmishë caktuar, apo ç'a më thon një jakne, duhet mu vesh nënën e kundërt. Nënën e kundërt është në hadithin Bukhari, edhe falet namazi istisqa me xhamat. Dhe Allahu subhanahu wa taala sjell shi. Këto subhanallahu, a pe dini në Australi që ju pa të bërë një zjarr i madh që u përhap para një 4-5 vjetë. I kanë shti krishterët muslimant me bo namaz. Edhe është nal. Se e kanë ditë që e kanë muslimant, më thonë namazin e... Tek hanefit nuk ka salatul istisqa, nuk ka namaz shiut, por ka duat shiut. Hadithi s'ju ka ardhë hanefive, e bu Hanifes, edhe për atë arsye nuk ka tek ata. Po që s'ju ka ardhë, plot hadithe ka, një hadith si ka ardhë, kry, nuk do më thonë, nuk është gjë çuditshme kjo. Pastaj thot afrimi tek Allahu subhanahu wa taala duke pranuar gabimin si rastin me Musa alayhis salam, thot qala rabbi inni zalamtu nafsi faghfir li. Me të vërtetë unë i bona padrejtësi vetvetes. Faghfir li, falem mua. Falem mua, tha Musa alayhis salam, me gabimin që e bën, kërkon falje tek Allahu subhanahu wa taala. Se pejgamberi sa ka thonë, kushdo që e bën një mëkat, nëse pendohet është sikur mos me bë. Po flasim atë mëkatin që e ki mes te dhe Allahut, jo mes te dhe robërve. Nëse i bën një robit ti pa drejtësi, du të mi kërku halallëk. Nuk ta, Allahut ty mundet me ta falë, por sa ai s'ta falë, du të me shku mi kërku halallëk. Nuk është çështje e lehtë kjo. Pastaj, kjo ishte sa i përket llojit të parë vllazni. Lloji i parë e trajtuam që to pikat që lejohet me bë dua nëpërmjet çtyre vesileve, çtyre mjeteve. Lloji i dytë është i ndaluar. Bidat që nuk lejohet, cili është për shembull me kërku lutje dhe ndërmjetësim nëpërmjet të vdekurve. Me kërkuar ndërmjetësim nëpërmjet të vdekurve. Me shku te varri me thon, o filan, lutë Allahun me më falë mu. O filan, lutë Allahun që me më dhonë mu fmi. O Allah, i kom 3 qika, lutë Allahun me më dhonë një djallë. O Allah, lutë Allahun, o ti evlija, ku e diune, lutë Allahun me më dhonë shpi, pasuni, ku e diune, që shi kanë dhe më thonë gjithë këto duat musliman fatkeqësisht. Apo, kjo nuk lejohet. Sepse po tishte e lejuar, sahabët kishin shku te varri Muhamedit a.s. edhe çfarë? I kishin thonë, sikur për zgjalli kur ka qenë, kishin shku tek varri dhe kishin thonë, ja Resulallah, lutë Allahun me lal shushi. Po s'kan shku, kanë shku te xhaxhai i vet. Po ashtu nuk lejohet edhe me pozitën e Muhamedit a.s. Ja Rab, për hir të pozitës Muhamedit a.s. falem mua nuk lejohet. Kjo lloj ndërmjetësimi i gabuar. Mirë, por nëse thua, ja Rab, për hir që ti e deshte, për hir dashurisë tonde që ti e deshte Muhamedit a.s. më fal mua, apo më jep këtë dhe këtë. Kjo a lejohet, që e mërmenja?
Ti po thosh po. Tjerët, a lejohet kjo? Ja Rab, për hir dashurisë tonë që e patë ndaj Muhamedit alayhis salam, ma jep këta. A është ky ndërmjetësim i lejuar ai ndalu? Domethënë dashuria e Allahut. Ti pe lut Allahun, s'pe lut Muhamedin alayhis salam. Ka dallim. Kur i thësha në kur isha në Turqi, thësha disa vllaznive, sa ata kanë shefat ja Rasulullah. Keni ni ndërmjetëso o i dërguami i Allahut. Pikujt po lyp? Për Muhamedit alayhis salam. Unë i thësha cila dua është e saktë, dhe këtë dyjat. E para thësha, ja Rab, bëma shefat Muhammedin a.s. Kjo e para. E dyta, ja Rasulullah shefat. S'ka problem të dyjat e njësaj është. Po sa për njësaj, qysh njësaja? Te para pe lutë Allahun me bon ndërmjetësus Muhammedin a.s. Te dyta qfar? Po lutë prej Muhammedit, pe lutë Muhammedin a.s. Muhammedi ka vdek. Inneke mejit, wa innehum mejitun. Në të vërtet ti, je i vdekur dhe të tjerët kanë vdekur, apo? Më thonë, ajo është i vdekur, nuk mund të ty me të bëhë kur gjo Muhammedi a.s. Edhe pse, nëse i hapet vari Muhammedit a.s. është i njëjti, sikur që shukon para 14-15 shekujve. Pse Allah ja ka bo haram me hongër dhejot trupin e Muhammedit a.s. I njëjti është. Trup i bekuar. Trup që djersa e ti ka pas misk, vllazni. Trup që kanë shku sahabet edhe kur ka flejt, kur është djersit, e kanë marrë djersën e ti, e kanë shfrytzu në formë të parfymit. Po s'është e vështirë kjo, në ditën e gjykimit besimtarët kanë me pas, edhe besimtarët kanë me pas në ditën e gjykimit, porët kanë mjë dalë, dhe më thonë, misku, ka me dalë parfimi. Nuk ka me pas nevojë të madhe, nevojë të vogël që i kemi tani, në botën tjetër, gjitha ato gjëra që i hajmë, që dalin prej trupit, do të dalin nëpërmjet djersës. S'është e vështirë për Allahun subhanahu wa taala. Bile, e kanë marrë pështymën e Muhamedit a.s. I kanë marrë flokët e Muhamedit a.s. Dhe kanë bot të berruk me Muhammedin a.s. Se disa vllaznive kur këmëndëm tha nuk është shirë kjo, jo, kjo është e veçantë për Muhammedin a.s. Janë shëru me pështymën, e kanë qitë në gotë, në ujë, e kanë pi, apo flokët e Muhammedit a.s. A i keni po për shembull në për disa vende, në Turqi, në Gjakov, ku e dione, që thojnë qimet e Muhammedit a.s. Të shtoni rrezik, se Sheikh Albani thot, po nëse nuk është, ti ke bo shirka të Allahut azza wa jall. Nuk kemi zigjir transmetimi që e vërteton se me të vërtet është qimja Muhammedit a.s. Bëva kjo e qime është i nëj sultanit, edhe e kanë lona aty. Ku pe dinte? Për atë arsye du të më largu këtyre gjërave. Kur ka qenë gjallë Muhammedi a.s. ajo normalisht është ka ndodhur në kohën e pejgamberit a.s. Kërkimi i lutjes nga të vdekurit nuk lejohet, thotë i vdekuri nuk ka mundësi të bëj lutje sikurse kishte mundësi kur ishte në jetë. Mos harroni vllazni, disa prej bidatxhive, prej sufive keni me lexu edhe me gjet se Imam Ahmedi edhe Imam Shaukani e ka lejuar të vësulin me Muhammedin a.s. Edhe pse ka vdik. E ka lejuar. E ka leju. Ka gabu, që me botash? Sheikh Albani thotë është bidat kjo. Sheikh Albani thotë është bidat. Për shembull me shku dhe me thonë, ja Rab për hir të Muhammedit a.s. fal mua. Imam Ahmedi e ka leju. Edhe Shaukani e ka leju. Bile Shaukani e ka leju, ose Imam Ahmedi e ka leju dhe me njerëz të mirë. Kështu e ka qelë një derë sufive që e lutin edhe prej evlijave. Por se, ne themi, kjo është caktimi i Allahut subhanallahu që na nuk bëjmë fanatizëm ndaj askujt. Imam Ahmed, alamet njëri madh, e ka leju, ka gabu. I themi bidat është kjo, edhe ka që nuk e marrim prej ti. Afrimi me pozitën e Muhammedit a.s. edhe kjo nuk lejohet, thot kur me një hadith argumenton që është i shpifur, thot kur e lutni Allahun, luteni me pozitën time, sepse pozitën time, sepse pozita ime tek Allahu është e madhe. Ky është hadith i shpifur, po ashtu me qenjen e krijesave nuk lejohet
Nëse lutja ndaj dikujt është betim, ai është betim kundër Allahut subhanahu wa taala, dhe dispozita e kërkimit të ndihmës ndaj krijesave. A lejohet me kërku ndihmë nga krijesat, vëllazë? Po ajo, çfarë më mendja? Ç'është po? Bismillah. Ç'është dinjos thosh për shembull. Shembull konkret ç'është? Janë dy lloj ndihmash. Ndihma që është ekskluzivitet i Allahut, nuk lejohet me lypi krijesës. O bart sharambre, ku mush me më shëruti mu? O ergin sharambre, ku muj me të shëru? Unë sebeb, ta jap një ilaq, ta kuroj, një terapi, mirë po me të shëru në kom dorë. Ndërsa gjërat e dynjos, që ka mundësi mi bo, lejohet me kërku. Gjërat që janë ekskluzivitet, vetëm për Allahun subhanahu wa taala, atër du të mi kërku vetëm Allahot. O, filan jep ma gjennitin. A bëhet këdo? Këdo gjahili më koni i madhë të stebana. Ma jep gjennit, kush je ti? O, filan falem mua për qëtë mëkat që e kumbo kashi Allahot subhanahu wa taala. Ja. Mund është me thonë falem që ta kumbo ty një mëkat, të kum hi në megje, të kumbo padreci, e kështu me radhë, thëtë Allah azza wa jall, thot dhe bashkëpunoni apo wa ta'awanu ala al-birri wat taqwa, thot dhe bashkëpunoni me bëmirësi dhe devotshmëri, dhe kjo është prej ajeteve që e lejon bashkëpunimin me njerëzit. A e dini vllazni që Sheikhul Islam Ibn Taymija, Imam Muqbili, Sheikh Uthejmini e ka leju me që ta jetë bashkëpunimin me xhinët musliman. Me xhinët musliman e ka leju me bashkëpunu. Sheikh Albani thot njërin për para peshojsh për të rranë, e me gjinin që shkimi bashkëpunu. E arsyshme. Që shkimi bashkëpunu te. A të thot jo musliman është kafir. Të mashtran. Ku me dinde? Speshe, penin veç me zonë. Të mashtran. E para të arsye në këtë rast që Albania ka qëllu, thot që s'ki nevoj me folti me gjinin, heq. Veç i lexon Kur'an edhe vazhdo punën. Subhanak Allahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ju shpërbleft.